Atëre, zonti Shpen Topollaj, është kënaqësi në radhë të parë, ju kemi në një intervistë ekskluzive për televizionin Adrianet në Durrës, televizionin e vetëm të Durrësit. Keni ardhur, themi, prodhimtar si gjithmonë. Nga viti në vit, 2025 ka shënuar prurje të reja për ju. Mund të na thoni diçka në lidhje me botimet më të fundit të dalën në treg për ju për lexuesin? Botimet janë të zhanrave të ndryshme. I pari për këtë vit ishte libri kushtuar krimtarisë autores të mrekullueshme Mira Meksi, me titullin Aroma e gjuhës shqipe, botuar nga Onufri Bujarudhrit. Libra të tjerë kanë qenë këta të botuar nga Studio 2M në Durrës, me pranar Aristark Osmanin. Njëri është me kritika letrare, për tej talentit, tjetri është me tregime, Shtëpia e Kulakut, dhe i treti është, ose e treta, një novel kushtuar Lugatit, që për gati gjysmë shekulli e çoi këtë vend e këtë popull drejt greminës. Është një këndvështrim që e kanë gjetur lexuesit mjaft interesant. Një shëtitje me Lugatin titullohet libri. Pasi ngrihet nga varri, shëtisim nëpër Tiranë me katafalkun që po e çojmë nga varrezat e dëshmorëve tek varrezat e sharrës. Dhe këtu lind dialogu midis shoqëruesit dhe Lugatit, që edhe emrin është mirë mos ja përmendim. Këto kanë qenë ashtu. Plus këtë vit është botuar dhe volumi 5, kushtuar me rreth 500 faqe krimtarisë time, I palodhur I Shpendi, pas 4 botime ku kanë dhënë, si thuash, kontributin e tyre shumica e shkrimtarëve autoritar në Shqipëri për krimtarinë time, edhe për mua duke parë edhe koherencën midis qenies shkrimtar dhe qenies njeri. Atëre, zoti Shpend, ju mund të konsideroni dhe vërtet jeni nga ata shkrimtar, njeri letrave që I keni provuar, le themi, të gjitha zhanrat që përmban letërsia, duke nisur që nga poezia, proza, drama, e të tjerë, kritika letrare. Mund të në thoni diçka se si ju vetë personalisht, pa lënë larg modestisë, le themi, si do ta vlerësoni të krimtarinë tuaj, të artit, të letërsisë, artit të shkruar? Krimtaria ime letrare ka nisur pak me vonesë, pas ardhjes së demokracisë. Për faktin se unë e kam shpjeguar në intervistat e tjera, unë kam qenë I dënuar në atë kohë për një diçka që sot tingëllon qesharake. Kam lexuar librin Kontinuitete të profesor doktor Recep Qosës, I cili fliste me shumë admirim për letërsinë shqiptare me Naim Frashëri në krye. Por unë dënova se në krye të librit shkruaj ese. Eseja është një gjini e përdorur nga Montaigne së pari, një studim I shkurtër për një vepër ose për një personalitet të letërsisë, në mënyrë jo shterruese, dhe me që vjen nga frëngjishtja e sa y, e sa I dhe shkruhet me 2 s, ese ma morën mua për ke lidhje me esesët, dhe në vazhdën e disa goditjeve që u bën familjes time, Timeti e me radhë, më ndëshkuan edhe mua dhe nuk mund të shkruaja. Unë fillova të shkruaj në fillim poezi, tregime dhe romanin e parë që u botua dhe në Rusi, Lotët e Zambakut, që është një histori e dhimbshme e studentit shqiptar që dashurohet me Lilian Zambakun dhe I ndan politika, takohen me djalin dhe me gruan mbas 30 vjetësh. Nejse. Po dua të them që unë vazhdova intensivisht të botoj në të gjitha gjinit. Ju thatë për kritikën, për shembull. Në kritik unë kam shkruar mbi 40 volume dhe kam marrë në analizë të gjithë krimtarinë bashkohore, jo vetëm të autorëve të rëndësishëm shqiptar, por dhe atyre fillestarëve, por dhe atyre të Kosovës, të Maqedonisë e më gjërë. Deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam zgjedhur autor.
së fundi unë nuk isha parë vetë, nuk isha levruar dramën, edhe dramën gjatë periudhës së Covidit, kur isha në shtëpi dhe pata një, si thuaç, prodhimtari të bollshme, se çdo e keqe ka një të mirë, dhe shkrova dhe botova edhe disa drama, të cilat janë mirëpritur nga ata që i kanë lexuar dhe nga specialistët e kësaj. Kështu që krijimtaria ime konsiston në faktin që kam ezauruar të gjitha gjinit dhe në atë që duhet të jem besoj në historinë e letërsisë shqipe në krye të listës për prodhimtari letrare. Zoti Shpend, duke dëgjuar gjitha këtë jetë të kushtuar letrave, duhet thënë, tamam një jetë që e kushtuar letërsisë në të gjitha dimensionet e saj. Natyrshëm lind pyetja, jeni vlerësuar ju me çmime për gjithë kontributin që keni dhënë në letërsinë shqiptare dhe cilat kanë qenë konkretisht disa prej tyre, më të rëndësishmet? Unë e quaj veten të vlerësuar në një plan tjetër, jo thjesht tek çmimet që kam marrë. Kam marrë çmime për poezi, çmime të para në rang kombëtar, bile edhe më gjerë një çik. Kam marrë mirënjohje të ndryshme. Unë për fat drejtoj dhe disa shoqata ku jam kryetar i Federatës së Paqes Universale në Durrës, i shoqatës kombëtare Skënderbega Sinderi i Kombit, e organizatës së bashkuar të veteranëve të luftës Nderi i Kombit. Kam qenë gjatë kryetari i lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Durrësit, por pavarësisht këtyre unë edhe vetë jam aktivizuar si një veprimtar pak a shumë pararoj për të promovuar veprimtarin, krijimtarin për të tjerëve në të gjitha fushat, sidomos në letërsi. Personalisht nuk kam mbaruar studimet për letërsi. Unë në profesion jam oficer, ashtu sikurse jam edhe jurist. Kam kryer studimet në Universitetin Shtetar të Tiranës dhe 20 vjet e fundit kam punuar në gjykatë. Por vlerësimi që më është bërë mua, ai më i rëndësishmi, ka qenë nga lidhja shqiptarëve artistëve të Rusisë. Ishte çmimi Pushkin, të cilin do ta kishin zili shumë shkrimtar. U bën ceremoni e madhe me në krye ambasadorin, sekretarin e Federatës e lidhjes së shkrimtarëve artistëve të Rusisë, Mosallovin, dhe unë shpreha falenderimet e mia që ishte nder për mua, çmimi Pushkinit, njëri që i ka kënduar ndër të tjera jo vetëm dashurisë, po dhe lirisë, por atë çmim mbas 7 vjetësh. Shumë interesante, duhet theksuar se jo të gjithë e dinë dhe ne po e japim këtë për teleshikuesit, që çmim të cilin ju më pas vendosët me shumë mirënjohje që për popullin e Ukrainës që ta rikthenit. E ktheva në shenjë proteste për faktin se ata që më akorduan atë çmim, artistët dhe shkrimtarët e Rusisë, nuk i pash, nuk i dëgjova që të reagonin ndaj sulmit poshtër hitlerian që Putini me ushtrinë e tij bëri ndaj një populli të pafajshëm e një vendi të pafajshëm, ku filloi të vras fëmijët në përqerë, në përkopshe, në përshkolla, gratë, plejt, zgjenin përpara e të shkatronte një qytetërim të tërë në këto kushte. Kaq ishte aftësia, mundësia ime për të shprehur revoltën time, që mendoj se ka qenë një revolt që gëlonte në shpirtin e çdo qytetari dhe çdo intelektuali të ndershëm shqiptar. Kurse përsa i takon vlerësimeve të tjera që më janë bërë, unë mund të them edhe këtë, që mua si Shpend më kanë nderuar të gjithë shkrimtarët shqiptar me artikuj të shumë, me shkrime të shumta, të cilat janë përmbledhur në 5 volume, nga 500 faqe gati, që janë kushtuar, thash, veprës time dhe Shpendit, ku kanë parë atë koherencën midis njeriut edhe shkrimtarit. Dhe për këtë e quaj veten plotësisht të nderuar dhe nuk kërkoj absolutisht asgjë më shumë. Ndaj shoqërisë ne kemi detyrime dhe sidomos ndaj letërsisë. Ne flasim shumë që po aspirojmë të përfshihemi në Bashkimin Evropian e tjera, por harrohet një gjë që pikë së pari aty do vemi me kulturë, me vlera, duke dëgjuar zërin e intelektualëve, zërin edhe ne kemi shkrimtar të mrekullueshëm,
por më duket se qëndrimi zyrtar ndaj artit, letërsisë në përgjithësi është disi përçmus, është shpërfillës, gjë që nuk e nderon asnjë qeveri shqiptare, qoftë edhe Ministrinë e Kulturës, për faktin e thjeshtë se shkrimtarët janë ata që tregojnë piketat se ku duhet shkuar, që tregojnë se ç'është keq e që duhet bërë më mirë, që edukojnë jo vetëm estetikisht, por edhe me frymë atletare, me dashurinë për virtytin, për të mirën, për të bukurën lexuesit, ashtu siç ne librave dhe shkrimtarëve dhe mësuesve tanë, në jetë i jetëve u mbetemi borxhlinj për sa bën me ne dhe i kemi respektuar e i respektojmë, aq sa unë në çdo libër në faqet parë vë fotografinë dhe një kushtim me radhë mësuesve, të cilësve u jam thash mirënjohës në jetë të jetëve. Si do ta vlerësoni në fakt shohim që nuk është se në Shqipëri nuk po botohet realisht, domethënë shohim që ka tendenca të rinj për të botuar, për të sjellë risi në letërsinë. Si do ta vlerësoni jo vetëm në Durrës, por unë e di që ju keni njohje shumë të mira për gjithë prodhimtarinë letrare që vjen nga letërsia shqiptare. Botimet janë pafund. Sapo të vesh në një panajir libri që organizohet çdo nëntor, të vjen të derdhësh lot nga pamundësia për t'i lexuar të gjitha ato libra që botohen, ku përveç autorëve të huaj, një shumicë e madhe janë shqiptarë. Nuk arrin njeriu të njihet me të gjithë, por është, si thuash, një augur i mirë fakti që të rinjt, autorë të rinj, shkruajnë, botojnë me sakrifica, por me keqe ashtu se ndërsa shtohen shkrimtarët, paksohen lexuesit, se lexuesit tash i dihet ajo, merren më shumë me këtë teknologjinë e re, siç janë kompjuterat, këto celularët, dhe nuk e kanë më atë gjë që unë e vërej në çdo takim që bëj nëpër shkolla me nxënësit. Po, për të cekur pikërisht të që ju ma treguat pak më herët, ju vazhdoni përveç faktit që ju botoni nga ana tjetër, vazhdoni të jepni kontributin tuaj edhe në shkolla të ndryshme të Durrësit ku ju thrasin, jo vetëm në shkolla, por edhe në aktivitete emri juaj është kudo për prezantimin e një libri. Si e keni vlerësuar, si e qeni ju gjithë kohën për t'ju përkushtuar gjithë kësaj? Artisti i popullit Gjergj Vlashi bënte një ditë një shakat të tillë, po ku kishte brenda një të vërtetë të madhe. E pyeti njërin, ku ishit? Ishim në një promovim libri në Pallat Kulturës Aleksandër Mojsiu. Kush foli veç shpendit? Pra, kjo është e vërteta. Unë e quaj jo detyrë qytetare, po edhe nder të lexoj, të studioj, të shkruaj për krijimtarinë e të tjerëve, dhe po u them këtë, përmenda faktin që unë jam autori me më shumë libra, por duhet të dini që kur s'kam promovuar një librin tim, ashtu si kurse kur nuk kam shitur një librin tim, dhe kjo është, si thuash, çështje e karakterit tim, për të cilin unë nuk kam parë njeri të më qortoj, dhe them që mire kam kështu. Para së gjithash, shkrimtari, për mendimin tim, është një misionar. Dhe misioni i shkrimtarit duhet kuptuar gjërësisht, edhe jo thjesht ngushtësisht të shkruaj unë për të dukur. Shkrimtari duhet jetë si ai personazhi i Plutarkut që thotë, për cilin Plutarku shkruan, sa më shumë i largohe i lavdis, aq më shumë ajo e ndiqte pas. Vetë vepra e ka lavdin brenda, e ka emrin, ka mirënjohjen, s'ka nevojë të shkruash për t'u dukur. Ka nevojë ti të përçosh zërin tënd, atë që mendon, lirshëm, me kuraj, se nuk është problemi vetëm hajde bëjmë letërsi për letërsi. Këtu shkrimtari duhet të angazhohet edhe për ngjarjet madhore të vendit të tij. Zëri shkrimtarit duhet të dëgjohet se peshon më shumë se zëri një politikani. Është e vërtetë që Shqipëria nuk është, si thuash, aq e qetë në kuptimin që nuk ka
ndeshje, nuk ka shernaja, nuk ka në vend numëro, siç ka dhe përparime. Kështu që shkrimtari duhet ta thotë veten e tij dhe nuk duhet të ndjek këshillin e Epikurit që i urti duhet merret me politikë vetëm kur e detyrojnë. Shkrimtari ka besueshmëri në popull edhe ngjit fjala e tij, prandaj ai duhet ta thotë ashtu siç e mendon, se një nga fitoret më të mëdha të demokracisë është liria e mendimit dhe liria e shprehjes. Këtë ne duhet ta shfrytëzojmë. Mirë, 50 vjet e diktaturës na e kufizuan edhe se nuk bëj fjalë, se ata duke i lëvduar edhe të fusin në burg. Po sot në demokraci është e pafalshme që të qëndrojmë indiferent. Kështu që unë nuk kam pushuar e nuk kam rreshtur së shkruari edhe për politikën ndërkombëtare, politikën e qeverisë tonë, qëndrimin ndaj çështjes kombëtare, zhvillimet në Kosovë, të cilës ja kanë me hile, që vërtet dhanë kontributin e tyre patjetër krahas UÇK-s në çlirimin e, po kjo s'do të thotë e Kosovës, po s'do të thotë që ata tani të mbeten raja të huajve, të cilët për interesat e tyre luajnë një diplomaci me ekuivoke, të pandershme, djallëzore dhe shpeshherë edhe në dëm të vetë popullit edhe të shtetit të Kosovës. Në këtë drejtim, unë kam qenë aktiv, jo më larg se mbrëm, bile shkrova një artikull i cili besoj nesër duhet të dalë tek gazeta Telegraf me titullin "Kush do t'ia ndalë dorën kryeministrit Netanyahu?". Pra, mua më ka prekupuar dhe shqetësuar si shqiptar, si njeri, si intelektual, edhe fati i vendit tim, edhe ajo, si thuash, qëndrimi që shteti jon mban ndaj të huajve, shpeshherë me një përkulje të pa justifikuar, të pandershme, të pa drejtë, përulse dhe fyese edhe për ne të tjerët. Mundet të kemi shumë mangësira, po të paktën të dinjiteti që s'kërkon para, ne duhet jemi me kokën përpjet, se kemi dhe një trashëgimi të jashtëzakonshme që na nderon, ashtu siç kemi dhe një të shkuar me vlera të mëdha. Unë mjaft të përmend faktin që ne kemi nxjerr sa dhe Ismail Kadaren me shok, edhe s'ka pse të mbetemi pas të tjerëve. Ne në drejtimin e kulturës kemi shkuar në Evropë, se njësoj si ata jemi. Këtu e keqja është që Evropa po luan me ne, me ato detyrat që na vë, për ne jemi, si thuash, jemi pajtuar me atë që se ky është fati i shteteve të vogla. Në Evropë ka shumë shtete të vogla, por kanë dinjitet, bile më të vogla se Shqipëria, edhe din të tregojnë vendin të huajve, të thonë që në marrëdhëniet ndërkombëtare, jo vetëm diplomatike, politike, por dhe shtetërore, ka reciprocitet. Ashtu si sillesh ti me mua, do sillem unë me ty. Sa më respekton ti mua, do të respektoj unë ty. Dhe s'ka pse ti përkulemi askujt dhe themi edhe gabim ta kenë ata, ne do bëjmë si thonë ata. As pak s'kemi pse të bëjmë. Bile mua më revolton dhe fakti që ju e keni vënë re, po kërkojnë edhe ta çorrodisin edhe moralin shqiptar, edhe familjen shqiptare, edhe fakti që këtu sjellin ambasador të BE-s, atë që do udhëhej proceset për antarësimin ton në BE, ngrihet, ai mund të jetë njëri i respektuar në planin politik, por tash po flasim në planin moral, ngrihet edhe bën deklarata se unë e lash gruan me 2 fëmijë dhe u martova me një burr. Dhe për këtë ai krenohet, e mburret, e lëvdohet dhe jep një shembull dhe del në kryet e LGBT-s në për demonstrime në përmes Tiranës. Ne jemi një popull, kemi moralin ton, kemi atë nderin ton, kemi familjen të shenjtë që duhet i respektojmë. Dhe për këtë duhet të ngrenë zërin shkrimtarët, duhet të ngrenë zërin intelektualët, edhe pse politikanët jo gjithmonë arrin ta bëjnë ashtu siç duhet me kuraj. Thënë kjo detyra, le të themi, e të çdo kujt sot, e një shkrimtarit mirë, e një mjeku të mirë, e një gazetarit mirë, është kthyer në një mision pikërisht në këto momente në të cilat ne ndodhemi. Patjetër është na kjo s'të vjen asgjë e keqe, përveç se çliron ndërgjigjen tënde edhe bën detyrën tënde si adhetar, si njeri. Tash i themi atë që është, kush do ta ngresh zërin? Karrocierët
Nuk, ai deri te vota shkon, po nuk është që do pyete tër populli për probleme kaq kardinale. Ato do ta thot intelektuali se në fund të fundit politikanët shkojnë e vinë. Shkojnë e vinë, bile hynë atje për interesat e tyre shpeshherë, nese si hymë kësaj teme, kurse shkrimtari është aty. Shkrimtari do jetë, ajo dihet që kush mban mend ministrat e qeverive të shkuara në përbot, ama korifejt e letrave janë monumente të përbotshëm që janë pasuri e gjithë popujve të botës. Prandaj shkrimtari ka detyrë shumë më tepër se politikani, gazetari ka detyrë shumë më shumë, dhe gazetari duhet jetë i pavarur në profesionin e tij. Në të kundërtën duhet zbatuar porosia e Churchillit që thoshte gazetaria është një zanat i burr, por duhet lënë shpejt. Lëre shpejt atëherë nëse ti nuk ke personalitetin tënd dhe të heqin nga hundët ata thoja pronarët e studiove televizive ose të gazetave, që je i detyruar të bësh lojën e tyre. Po bëre lojën e tyre, ty diçka të mungon së brendshmi që duhet patjetër të gjesh forca dhe ta ndreqësh. Gazetari duhet jetë një zë i fuqishëm, edhe tek ne gazeta ka një me tërmend ndikim në popull. Ajo edhe mund të topisë mendjet e njerëzve, edhe mund t'i mashtroj, edhe mundet të thot të vërtetën të uçeli horizonte. Nuk e nderon gazetarin ai servilizmin ndaj atyre që janë qeverisë, marrin një leje ndërtimi apo nuk si di këto mekanizma, apo patjetër se fitojnë edhe shkojnë bas më të fortit. Atë e nderon fjala e lirë, mendimi i thënë ashtu siç e ke, dhe gjithmonë me vërtetësi. Ky është gazetari, ky është shkrimtari, ky është intelektuali që ka nevojë populli. Patjetër. Po të arrim tu, kemi bërë një gjë që populli do të na nderojë gjatë. Zoti Shpend, me shumë kënaqësi për realizimin e kësaj interviste dhe Adrianet Televizion kishte unë ty fish dhe Adrianet Televizion kënaqësi hapim si parin e le të themi një sër intervista që ne synojmë të realizojmë në të ardhmen me vlerat të qytetit të Durrës, të Durrësit, me njerëz që kanë dhënë kontributin e tyre në fusha të ndryshme, por që kanë thënë fjalë të duhura në momente kaq shumë të rëndësishme për qytetin, por edhe më gjerë. Për ta mbyllur, ju lutem, a do të keni ju një mesazh për të gjithë ata të rinjtë të reja, por jo vetëm ata, por kryesisht ata që do ta ndjekin këtë intervistë për të thënë se shiko, ka ardhur momenti që ne t'i kushtojmë më shumë vëmendje librit se sa smartphone-it. Unë do të thosha këtë, që në Durrës zhvillohen shumë veprimtari kulturore, që nga ekspozitat pikturës, të skulpturës, të fotografisë, ekspozita të veshjeve tradicionale, etnografike pra, bëhen konkurse bukurie që i drejton aq bukur Muzejen Konduri, bëhen takime, bëhen festivale, bëhen promovime librash pafund. Një sër aktivitetesh që janë për t'u admiruar për nga cilësia, mirë po më vjen keq që gazetarët nuk janë të pranishëm, ta pasqyrojnë. Mendoni se sa ndikon në gjendjen shpirtërore të popullit trajtimi të bukurës në televizion, dhe jo dhënia e lajmeve kush u vra, kush u vodh, kush u përplas, këto e dëshpërojnë popullin. Detyra e gazetarit është jo të ndjek të keqen, kjo quhet lajmin se bën sensacione dhe mori klikime, është të ndjek të bukurën, të mirën, ta përgëzoj, ta lançoj, ta marrin vesh të tërë që këtu e mira do triumfoj. Kjo ngjall optimizëm, kjo ngjall, si thua, krenari tek njerëzit, kjo i bën ata me krah, kjo i bën ta duan më shumë jetën, ta duan më shumë të ndershmen, ta duan më shumë të mirën, dhe kjo është detyra e gazetarëve, pse realiteti nuk është se Durrësi është i varfër, jo, Durrësi është me veprimtari shumë i pasur. Ju nuk e besoni, më dalin në njëherë 2-3 veprimtari në një ditë, sa s'di ku të shkoj përpara. Prandaj, paramat që të hapet një ekspozit pikture dhe të mos vi shkolla e muzikës
me nxënësit që studiojnë për pikturë, është e pafalshme. Të bëhet një veprimtari për promovimin e një libri dhe të mos vinë mësuesët e letërsis të shkollave me klasat e tyre për të parë se si ai kolegu i tyre, nxënësi i tyre ka botuar një libër, po kjo do pak organizim i cili fare mirë mund të kapërcehet, edhe Durrësit, unë mora Durrësin, po veprimtari unë i ndjek në tërë Republikën, ka kudo dhe kjo është si thuash diçka e gëzueshme që në Shqipëri pavarësisht asaj tham fillim mungesës së përkrahjes nga ana e shtetit ose e Ministrisë së Kulturës, aq sa duhet përsëri mungesë e fondeve, kuptohet, përsëri qytetarët me atë zërin e brendshëm të tyre me ndërgjegje punojnë, luftojnë, krijojnë për ta pasuruar më tej thesarin e madh të kulturës shqiptare dhe të letërsisë në veçanti. U faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësi.